Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Kampionati botror në futboll ka përfunduar. Spanja u bë kampione e botës. Megjithatë, cikli e emisioneve të Blitz Interview për futbollin, sportin dhe kampionatin botror nuk përfundon ende. Të paktën edhe këtë javë do të flasim për botrorin, për futbollin në përgjithësi, për Kosovën, kombëtarin e Kosovës, gjasat që ka kombëtarja e Kosovës për të kualifikuar në Evropianin e botrorin e ardhshëm që po vije. Sot në Blitz Interview kam një koleg timin, betë njihem dikun prej vitit 1999, kur unë pata fillu praktikën, 98 fakt, kur unë pata fillu praktikën në kohën ditore për gazetar, dhe nga atëherë mbeta në gazetari, Musafiri im tashmë veç ishte gazetari i sportit në kohë ditore. Sot Musafiri bën edhe punë tjera, nuk është më merret aktivisht me gazetarinë e sportit, është drejtori i komunikimit në bankën TEB, por e përcjell sportin, nuk ka ndeshje të kombëtarës të Kosovës që nuk i ka pa, ka qenë më duket prezent si gazetar dhe më pas i ka përcjell 3 kampionate evropiane dhe më duket 1 kampionat botror. Kam deri që të kam në Blitz Interview kolegun tim, me drejtorin pastaj kemi punu edhe në media tjera në zëri e tuti. Drejtori Latifi, mirë se vjen. Kënaqësi, faleminderit as drejtor Ftesën. Tash që botrori ka përfundu, cili është vlerësimi i përgjithshëm që e ki për këtë ne? Ai përmbushi pritshmëritë? Botrori i futbollit është aktiviteti më i madh sportiv në botë, edhe njëra ndër ngjarjet më të mëdha botrore që zhvillohet në cikël çdo 4 vjeçar. Në këtë aspekt, përveç se trajtimit si futboll apo si kënaqësi apo si industri, ka edhe shumë efekte tjera anësore që i ka përfshi. Unë mendoj se ky botror marrë në tënësi i ka plotësu pritshmëritë, madje disa edhe i ka te i kalu, hiq pak a shumë finalen që sigurisht gjithë kanë dashur të jetë pak më atraktive, më shumë interesante në vetë fushën e lojës. Ka pasur, për herë të parë është një botror që ka mbledh 48 skuadra, ka pas një numër shumë, një volum të madh ndeshjeve, 104 prej 64 sa kanë qenë deri më tash, edhe ka pas befasi në atë kuptimin që ka sjell nivele të futbollit që çdo ditë më tepër po përafrohen ndërmjet skuadrave kombëtareve në fakt të mëdha, edhe ato kushtimisht quajtura të vogla, apo më mirë thënë ato me më pak traditë. Gjithë ata që e kanë përcjell botrorin sigurisht se i kanë kujtimet e veta në lidhje me këto që i përmenda. Në aspektin komercial ka një rritje enorme të futbollit, siç dinë vetëm amerikanët ta bëjnë një show të vërtet futbollin, sikur aktivitetet e veta që i kanë brenda kontinentit. Edhe këtu besoj se gjenerimi i mjeteve për përfitimi final që i ka shku FIFA-s dhe pastaj ndahet tek federatat kombëtare në këtë rast që do të preket edhe Federata e Futbollit e Kosovës, është se profiti apo fitimi ka qenë i dyfishuar krahasuar me një botror vetëm 4 vite më herët në Katar. Në Katar është fol dikun që të ardhurnat e përgjithshme kanë qenë rreth 7.5 miliard dollar, ndërsa këtë herë kanë te kalu 13.7. Dhe në këtë aspekt janë nxjerrë disa detaje të rëndësishme komerciale, të cilat veç kanë arritur të krijojnë tyra. Po. Mi thuj këto detaje komerciale? Ndër ato kryesorët është për shembull në aspektin komercial reklamimi. Deri tash reklamimi ka qenë kogja i kufizum edhe ka qenë konservativ, kisha thujt i FIFA-s në lidhje me shfaqjen e reklamave apo sponsorëve të tyre, ndërsa këtë herë ka pas një leramanisi asnjëherë deri më tash.
Përveç kësajna, është nxjerrë elementi që ka qenë i koha e pushimit të dehidrimit, domethënë të lojtarëve, që ka pas një efekt, mirë po ajo nuk është përfitimi kryesor. Përfitimi kryesor ka qenë se në lejdat që janë rreth fushës, cilat gjenerojnë mjete të caktuara, është një teknologji e re e cila për herë të parë është promovu, kanë qenë që reklamat janë shfaq në brenda lejdave me një frame për 240 frejmave në shpejtësi. Okay. Dhe kamerat cilat e kanë incizu e kapin vetëm 60 frejma. Okay. Dhe më thonë, ka qenë një ndarje 4 herë e aspektit komercial të reklamave dhe rreth kësaj. Dhe këto janë ataku, po them kushtimisht, tregjet e mëdha botërore të reklamimit. Dhe më thonë, ti ke pa ndeshjen e njëjtë, mirë po një reklam është shfaqur në ndryshe në Amerikë, një tjetër në Kinë, një tjetër që adion në Evropë, dhe këto e kanë bo një aspekt komercial të hyrave që pastaj do ndahen për zhvillimin e futbollit dhe interesave të ndryshme që ka FIFA, cilat e kanë arrit me shënu një kulminacion në aspektin e komercializimit apo të reklamimit të futbollit. Tek befasit... A ka në moment që si pas te ka me met histori nga këtë kampionat botëror? Përfshi edhe befasit? Mendoj se janë disa storje. Përpësarës financiare? Po, mendoj se janë disa storje interesante, simpatike që kanë qenë. Përfshimi edhe befasit që janë njëse? Po, janë, për shembull ka qenë Kepi Gjelbert, është me një formë kombëtare e cila ka arrit me lujt baraz me 2 finalistët e botëror që deri tash s'ka ndodhur. Ka për herë të parë shënohet që vërtet është një shfaqje e fuqishme e futbollit botëror ku kampioni aktual i Evropës, Spanja, dhe kampioni aktual i Amerikës, Argentina, janë përballë. Për herë të parë në Kupën e Botës 2 forca reale me background të kampionit në fuqi kanë arritur të përballen edhe të maten, që janë 2 kontinente që prodhojnë më shumti në botën e futbollit edhe ashtu. Shihet hidhur, besoj se kanë lënë ato reagimet që kanë qenë të Argentinës pas lojës, ka pas edhe aspekt kontrovers që janë diskutuar disa vendime karshi Argentinës me një supozim, me një aurt të krijuar të përkrahjes. Kemi pa pastaj përshëndetje, po themi kushtimisht, superyjeve si kur Ronaldo apo dhe yjeve tjera që janë në botën e futbollit. Edhe megjithatë kjo i ka dhënë një pasqyrë që edhe ky botëror do të hyjë në arkiva me befasita dhe me elementet e veta. Kur bëhet botëror i ardhshëm, edhe jena në studio, për çka e përmend këto? Ta mërmendje që ka mu përmend këtë që jemi tash. Po, a din që për me ta çka ka me majt mend për ti? Ky botëror sigurisht se ka elemente të shumta, disa prej tyre mundova me i zbërthy, por herojt e ri të futbollit kanë prodhu storje interesante, sikur mos harrojmë është për shembull ai portieri Vozinha, i cili ka pas një impakt enorm në botën e futbollit, në rrjete sociale edhe kudo shndru yll mbrana natës. Ka pas edhe kombëtare tjetra të pak njohura, apo me vende shumë modeste me përfaqësim të popullsisë, sikur Curaçao apo vendet e tjera, të cilat nuk kanë lënë përshtypje të mëdha, mirë po është pa efekti edhe i zhvillimit të futbollit aq të hovshëm saqë tash vërtet detajet e vogla po vendosin ndërmjet fituesit edhe humbësit, për mos me banalizu deri në një moment të një reagimi, një vonese prej 100 sekonda, një auti të hedhur me shpejtësi, apo një vendimi që mund të jetë akoma kontrovers përkundër gjithë faktorëve që me sistemin VAR dhe me teknologjinë e re po mundohet të kontrollohet futbolli të jetë sa më real ose sa më afër në fushën e lojës. Përmend pak Argentina, jeti në këtë grupin e Argentinës apo jo? Deshtëm apo s'deshtëm Argentina gjithmonë prodhon. Shuditërisht, domethënë, e shoh në rrjetet sociale, ka shumë ka armiqësi të prodhuar ndaj Argentinës. Jo, unë mendoj se Argentina në çdo botëror, Argentina, Brazili, timi real, Gjermania apo deri diku Franca edhe Anglia janë emra që për herë prodhojnë lajme, prodhojnë storje, prodhojnë performancë. Ai FIFA do me fitu Messi, që ajo i ka rikapitullu këta shikimin me dylbi të Argentinës se çfarë do të bëj. Shumë kontent është prodhuar në rrjetet sociale këtë drejtë. Shumë është e vërtet, ka kontent të shumë që është prodhuar në këtë aspekt. Tash
teknologjia re jep sigurisht secilit edhe në një studio të vogël në një kompjuter të vërej detajet e caktuara. Ka qenë një situatë shumë kontroverse për një pozitë jashtëluajtje që unë do ta mbaj mend këtë botror, kur në sistemin VAR një mbrojtës i cili e mban sulmuesin në pozitë të rregullt, është fshi dhe pastaj kjo ka qenë një ndër zbulimet e kolegëve britanik, nëse mbajnë mend ndeshja ka qenë me Iranin ose Irakun, s'po kujtohet sakt, po ka qenë një ndër ato momentet ku vërtet ka prapakuindave gjithmonë diçka që bluhet edhe që ka hapësinë. Sigurisht se kjo zvoglohet, ka prapakuindave, sigurisht se kjo zvoglohet. Mos harrojmë për eksperiencës për cilës botrori. Qini e flokut Kroatit. Po, ajo ishte me Kroatin, ishte ajo domethënë, jo tha e ka prek, flokët i ka prek edhe konsiderohet kontakt trupor. Domethënë edhe ka qenë një kontroversë shumë e madhe, mirë po mos harrojmë. Në çdo botror, në çdo evropian, gjithmonë ka situata të cilat prodhojnë kontroversa. Edhe vetë futbolli ndoshta është i tillë aq shumë atraktiv, ku këto janë pjesë përbërëse edhe vërtet lën opinionet shumëta të diskutojnë edhe të shprehen në mënyra të ndryshme. Pastaj vjen shprehja që e përmendet edhe ju, se kush është proni kombëtare që i mshël syt pak më shumë apo është kontra. Prej momentit kur zhvillohet një botror, prej momentit kur ka delegim të arbitrave për një ndeshje futbolli, prej momentit kur ka kontroll tash në zonën VAR, gjithmonë ka hapësinë për diçka një 3 deri në 5% lëvizje. Tash i mbetet këtyne që janë fokus për ciljes, që të deshifrojnë dhe të zbulojnë. Në lidhje me Argentinën që u përmend, është edhe një moment që po qarkullon se ndërlidhja e presionit ose shtytjes që është dhënë Argentinës ndërlidhet me një hetim të thellë që është duke zhvilluar FBI, dikun rreth 300 milion euro të Federatës Futbollit të Argentinës që dyshohet për keqpërdorime dhe situata tjera. Tash, gjithmonë në këto situata, storjet e suksesit mbulojnë gjithçka, gjithë pluhunin që lihet mbrapa. Ndoshta ka mundur të ketë diçka në këtë aspekt që të ketë një shtytje, po them, simpatie të momentit, por gjithsesi edhe aura e Leo Messit e ka bërë vetëm domethënë që të jetë në fokus. Një superior sikur ai ekziston një kod i pashkruar i futbollit që vërtet vazhdon të mbrohet ose të jetë në përkrahje në fushën e lojës, për ato pak elementet që mund të jenë që duken të parancishme, por mund vendosin shumë për një ndeshje të futbollit, edhe sidomos epilogun e saj. Ka shumë interesant se nëse ishe, për shembull, po hirën e pak kështu, nëse ishe reagimet, është shumë interesant se jashta komentatorët sportiv, po edhe këta komentatorët politik, edhe të majtës për edhe saj djathtës e kanë bërë një pikë të përbashkët, anti-Messi. Shumë interesant, s'po flasim më për këto vendet arabe muslimanet e cilat për shkak të Egjiptit mendojnë që vabatu një padresi, pra është gati se një planet total kundër një njeriu. Shumë interesant, ka pas shumë politik, edhe në këtë rast. Po, sigurisht dora e politikës. Shtullari është korupcioni i FIFA-s, ato ndërhyrjet e Trumpit. Ndërhyrjet e ato kanë qenë evidente. Tash për herë ka pas ndërhyrje tilla, domethënë mos harrojmë të aspektit politik në futboll. Politika shpesh herë e ka pa futbollin për arritjen e qëllimeve të veta që kanë qenë madhore. Po ja veç një shembull, i ndjeri Gani Ajeti, ka qenë udhëheci i delegacionit të Federatës së Futbollit të Jugosllavisë në botrorin në Gjermani, cili ka qenë para 50 e sa viteve organizuar. Edhe ai në një moment, tash po e foli pak ma lirshëm, thotë se ka pas një intervenim të nivelit të ish Titos, domethënë që të ketë një kujdes ndaj Gjermanisë, sepse ka qenë pyetje një kredi enorme, pa interes e ish Jugosllavisë, domethënë ka qenë deri këtu janë shty proceset. Edhe gjithmonë shfrytëzohen këto situata për qëllime të caktuara. Sigurisht se politika gjithmonë ku gjen hapësinë shfrytëzon ndikimin e vet edhe influencën që e ka në shoqëri. 48 kombëtare. A u rrit futbolli, a fitoi futbolli me këtë punë apo FIFA? Me 48 kombëtare kemi gati 1/4 e kombëtarëve prezente ose anëtare që janë të FIFA-s që kanë marrë pjesë në një botror. Domethënë është një mundësi enorme e madhe për gjithëken me qenë pjesëmarrës. Duket se si format i tillë nuk ka lënë shumë
asgjë për të keq, po flas në atë aspektin sepse kemi pa kultura më të mëdha, kemi mësuar ndoshta edhe vende dhe ka pas mundësi të rasteve që i përmendëm, cilat kanë arritur të bëjnë një befasi qoftë limituar apo deri në fund disa të çojnë, por gjithsesi jep vlerë një festivali të botëror të futbollit siç është edhe Kupa e Botës. A pat futboll të mirë, a organizim të mirë? Organizimi i mirë besoj që ka qenë, jemi bindur që ka qenë. Po, në 3 shtete të ndryshme. Po, sigurisht se dallimi e ka bërë vetë. Po pas Iranit, ai fluturoi këtë gjithë. Ai në Amerikë s'mund kemi nejt. Po, ata e kanë pas një situatë tjetër përveç Iranit, por kjo çështja e udhëtimeve, domethënë prej shtete në shtete është një trend që po përcillet në 20 vitet e fundit, edhe në nivelin evropian, jo vetëm në atë botëror, të organizimit të kampionateve. Kjo sigurisht për shkak të infrastrukturës, kapaciteteve të ndryshme, edhe me pas një shtrirje sa më të madhe, një përfshirje sa më të madhe të shteteve që vërtet ndjehet ajo organizimi një botërori, sepse gjithmonë këto organizime nxjerrin pa nivele gjithmonë më të larta të kërkesave për me qenë sa në organizimin sa më të mirë. Kush e befasoj më shumë ti, si futbollist ose si kombëtare? Pse për të mirë ose për keq? Drejt me të thonë, për të mirë normalisht se Mesin nuk e kom pritë që të arrijnë finalet, them vërtetën. Argentinën dhe Mesin. Kjo për shkak se është në një moshë goxha të shtyme, lunë në një kampionat ku nuk është niveli i njëjtë, jemi të sinqertë sikur në Evropë ku sfidohen shumë lojtarë të maj. Çka tjetër kush, kam pas përshtypje për Anglinë që mund të shkoj deri në fund. Kam besu që ka një gjenerat mirë, por më duket se është çështje mentaliteti më shumë te ata se sa çështje e kualitetit që kanë. Portugalia nuk kam pritur të ketë një paraqitje më të madhe se kjo që ka arritur, ndërsa Norvegjia është një ndër befasit pozitive, përkundër që ka një super yll, edhe besoj se Egjipti për ndeshjen që e përmendet edhe ju, ka mundur të arrijë pak më tepër, domethënë sjell një frymë edhe të kontinenteve tjera të jenë më sfiduese për këto super kombëtare. Spanja është pall kampion. A ke, si më thonë, nuk ka qenë ekipi më i mirë është pall kampion, po si më thonë, nuk i ka pas yjet që i ka pas Franca e tjerë. Po kjo, a na ka thënë kjo më shumë që nuk fitojnë gjithmonë yjet, po fitojnë loja përbashkët, projekti që ka nisë më herët. Çka bën Spanja fituese? Spanja ka pas një trajner i cili ka marrë ekipet kombëtare prej U19, domethënë para të rit U21, pastaj direkt në kombëtare. Dhe një futbollistët disa pej dhe i një lojtarët shumë mirë sigurisht që i ka në mesin e tyre. Mos harrojmë qendërmbrojtësi kryesor që e ka mbajt peshën e qendërmbrojtjes së Spanjës, aty ka qenë goxha fragjile në botërorët e fundit, është vetëm një 19 vjeçar. Do të thonë, është çështje e ndërtimit konceptit, zhvillimit të konkurencat që kanë klube, sfidat e përditshme, lojtë që paraqesin për të arritur me kriju. A është futbolli gjithmonë që fiton më i miri? Jo, nuk është. Prandaj është futbolli sporti më atraktiv në botë. Prandaj nuk i dihet performancës brenda një ndeshje sepse thash mund të vendos kushtimisht po them edhe një aut mund të më vendos kush do të jetë fitues. Mund me vendos një ndërhyrje e vëndshme për qintat sekundës që e merr një karton të verdh dytin të kush, edhe mund të më vendos zhvillimin e rrjedhën e lojës më të tjeshme. Besoj që Spanja ka ndërtu një koncept prej kohësh të futbollit i cili është duke dhënë frytet e saj në nivelin qoftë evropian, tash edhe botëror. A i ka super yje? Jo, i ka yje në rritje, por sigurisht se i njohim prej kampionatit spanjol ku luajnë shumica prej tyre, derisa një Francë e cila ka pas një rrjet shumë të fuqishëm, kështu me eksperiencë lojtarëve, megjithatë u ndal në një moment prej Spanjës, saqë më tepër se në gjithë lojën e rregullt nuk ishte asnjë gjujtje në portë. Gati si Argentina, deri në 2 minutat e fundit. Gati, sikur Argentina. Dhe gjitha këto e bëjnë, pra po them, gjitha këto janë elemente që e bëjnë futbollin ngjarjen e dytë më të rëndësishme në botë ose evenimentin më atraktiv në botë që zhvillohet. Çfarë lojtari i Spanjës ka qenë kyç për të në këtë eveniment?
Unë mendoj se ka shumë lojtar, po për shembull nëse e kthyerim Spanjën, Spanja nuk ka pas asnjë lojtar të Real Madridit, besoni ose jo. Ka pas një sulmues që nuk është në top skuadrat spanjolle, po i cili ka qenë atraktiv. Ka arritur me nxjerr një sulmues joker, sigur në vitet e 90-ta me Merinon, i cili ka qenë vendimtar në disa gola të shënum. Ka pas një mesfushë e cila nuk diskutohet, është e pamposhtun, po ka ndërtuar, siç thash, edhe një mbrojtje mbrapa që është kogja e qëndrueshme. Dhe kur i shet gjitha këto me dorën e një trajneri, i cili njeh këta lojtar, që folëm prej momenteve shumë atri kur kanë qenë, sigurisht se është një storje pak a shumë e ditën, aq më tepër që besoj këtë herë Spanja ka qenë edhe në aspektin e temperamentit shumë më e kontrolluar edhe më e kujdesshme se sa në më herët në botërorët e tjerë. Përmendi edhe ti, a është që finalen dhe më të mëzitshme, ndoshta në s'po them në historinë, po të paktën në ato që i mbon mend ti. Kjo finale 50-ave, 60-ave u lu futboll. A veç futboll të mërzitshëm s'ka pas, 70-ave, 80-ave. Kjo finale sigurisht futbolli organizmu bëhet mërzitshëm kur hinën paret shumë. Po. Kalkulimet kur fillojnë aty është e vërtetë. Kjo finale besoj se ka më mbet ndër finalet që nuk do të përmendet sa i përket lojës. Spanja luajti, Argentina suveren. Spanja u lut, madje Spanja në disa momente edhe ajo krijoi pak respekt teprum për Argentinën, por thonë të vërtetën e kom parashikuar se këto botëror vendosin kogja shumë astrit edhe aspekti i temperamentit kombëtar. Argentina është temperamenti i tillë, domethënë që është pak më agresiv, pak më u po edhe mas ndeshjes si reaguan lojtarët. Spanja ka kriju një stabilitet, një eksperiencë, pra po them vjen eksperjenca e lojtarëve, shumë është me rëndësi, qarkullimi i lojës, ngarkesa, siç e përballojnë, regenerimi është shumë faktor me rëndësi. Faktor tjetër me rëndësi është edhe pankina rezervë, sa kanë kombëtarët zgjedhje në momente të caktuara kur mbesin me një lojtar të lënduar apo me kartona apo një lojtar të përjashtuar për lojës. Gjitha këto e bojnë që vërtet futbolli sot është shkencë për nga studimi, por jo edhe nga parashikimi se çka mund ndodhë në fushë. A ishin gjysmëfinalet finale? Gjysmëfinalja në fakt ishin thuja se finale, domethënë kanë mundë të konsiderohen. Për vendet e tjera, është super ndeshje. Se është ndeshje e hapur. Ai është pa kalkulime vërtet. Ishte futbolli që duhet të lut futbolli. Ajo çka qef me pa. Si ashtu që kanë qef. Çka qef tifoz me pa. Bash, shikues që kanë qef, po është e vërtet, edhe unë besoj se gjysmëfinalet kanë qenë finalin vete edhe secila prej këtyre të kishte qenë finale, kishin pas ndoshta edhe atraktivitet pak më tepër se sa vetë finalja që e kemi pa. Ka pak politike, u përcjell me shumë politikë, po sa që është kjo marrëdhënia relativisht e afërt mes Donald Trump, presidenti SBA-s dhe Gianni Infantinos. U tërheq një karton i kuq për SBA-t. A mendoni se FIFA pak se shumë u afru, e tepër duke afru politikisht? Dhe ka me ndikukje negativisht ta? Sepse afërsia e FIFA-s ose flirti, kisha me thonë, i FIFA-s me politikën ka qenë gjithmonë. E di, po ky është shumë transparent. Ky është transparent, ishte situatë vërtet transparente edhe ka fillu prej një situate, prej sigurisht ka një vit apo 2 më herët, që ka fillu kjo të shpërfaqet, momente caktume me vizita, me takime, me ndryshime, ka pas raste që përkundër faktit që Infantino është president i ekuivalent, kisha me thonë me OKB-n, do me thonë për nga shtetet që përfaqëson, ka arritur shpesher që ndroj vendime, besa të ndroj edhe ruta të udhëtimit, ti përshtatet kogja kërkesave të një personi me super influencë që është presidenti i SBA-s, por edhe këto janë ato drumtat që kanë me metë sigurisht në arkiv që do të përmenden herë do kur do. Pra po them, flirti i FIFA-s me organizatorët sidomos edhe me njerëz me influencë në botën e politikës është shumë afat gjatë. A thu ka ambicie Infantino për sekretar të OKB-s? Trump e pa dje një deklaratë, artikull New York Post se Trump pas ka thonë që Infantino është mirë me vendosë kryet të OKB-s, sepse ka qenë operator shumë i madh, shumë i mirë i Kupës botës.
A është presidenti i FIFA-s, ka mundësi që apo shndrohet presidenti i FIFA-s për shkak të peshës futbollit edhe nivelit të organizimit një figurë tash edhe publikisht politike? Një institucion që udhëheq, po them, mbi 215 anëtarë të veta, që menaxhon miliarda euro, sigurisht se ka influencë edhe në jetën e përditshme të njerëzve edhe në aspektet e tjera. Unë mendoj se ajo gatishmëria, po them, thojza për të shërbyer kërkesave ka qenë e tepruar prej anës së Infantinës dhe ka lënë Ka kush ditona, më diçka të ngjashme? Raste tilla nëpër botrore, me sa më kujtohet për momentin, nuk më kujtohen që ka pas, sepse është një ndërhyrje vërtet eklatante nëse shikojmë edhe mbetet është një presedant, po themi kushtimisht, sepse sipas rregullimit janë autoritetet e caktuara, komisionet brenda FIFA-s, UEFA-s që vendosin në botrore qoftë evropiane apo në kampionat evropian apo botror të futbollit. Edhe janë ato komisionet e arbitrave të cilët vendosin, ka pasur edhe të kaluamën kërkesa si të tilla, po them kontraverse, mirë po nuk mbaj mend se kanë arrit të shtyhen deri në fund sikur në këtë rast, domethënë të realizohen për nga kjo. Dhe me shpejtësi të madhe kjo, si më thonë. Duket se pesha e përgjithësisë, po unë mendoj se në këtë aspekt Infantino e ka pas edhe një moment tjetër, po them kushtimisht krize, për shkak se ka qenë para termit të rizgjedhjes. Edhe duket se influenca e politikës është shumë e rëndësishme gjithmonë për mbledhjen e votave kur varesh prej votuesve brenda një institucioni. Po flitet për me rrit ende në gjatë katër kombëtare në 2030. A na lehtëson kjo të folum pak për veti, a na lehtëson neve si Kosovë mu kualifiku kjo? Mendoj se ashtu as po presom det shkojnë këtë ekipet, këtë vendet anëtare në kampionat. Mendoj se kërkesa për me kalu në stadin e Arshëm për 64 pjesëmarrësve, më duket se është e tepruar, mund të jetë e tepruar, se formati i tillë është për herë të parë që është bë, por mbetet gjithmonë, prapë po them, ajo çështja që është interesi i përgjithshëm, qoftë i sponsorëve, organizatorëve edhe i vetë FIFA-s e UEFA-s në lidhje me zhvillimin e futbollit. Sigurisht se në një format tillë, Evropa, kontinenti evropian do të përfitonte më shumë vende të përfaqësimit, edhe kjo automatikisht do të rriste mundësinë edhe të pjesëmarrjes kombëtare së Kosovës. Na edhe ashtu ishim deri në një hap para finales, ishim një hap para finales në lidhje me këto zhvillimet që ndodhen, vetëm në ndeshjen e fundit me Turqinë këtu, besoj gjithë e majnë men, edhe do ta majnë men gjatë, se si arritëm të mos kualifikohemi. Çka ka na mungon drejton? Edhe në evropian, edhe në botror u afrum shumë kanë. Botror u afrum shumë afër, po dështum. Çka po na mungon që po na metet për pak, apo realisht jemi ty u afru më shumë se që kemi fuqi me majt. Se ka njerë po më duket po shumë vetëm pak më lartë se që jemi nështë. Është mirë, se do të me konë një ambicje tillë, mirë po jo është gënim pastaj. Na është e vërtetë që jemi, edhe si popull jemi ambicioz, edhe si personalitet jemi ambicioz, edhe mendoj se këtu nuk ka asgjë të keqe. Është e vërtetë që krijojmë bazë kësaj pastaj pritje të mëdha që në fund po na sjellin edhe zhgënjimin e madh. Edhe kjo është e sigurt. Kemi një gjenerat futbollistëve që janë rritje sipër, që janë duke u zhvilluar, por mos të harrojmë se rritja e konkurrencës në nivelin evropian është gjithmonë më e madhe. Sepse nuk jemi vetëm na duke garu, po janë 53 kombëtare tjera. Edhe të tjerë po zhvillohen, Gjithmonë vjen shprehja ajo se çfarë gjenerate kemi, sa po arrin për klubet veta të zhvillohen, çfarë kompaktësie të ekipit, çish performojnë në vazhdimsi, si arrim të përballojmë ndeshjet. Ndonjëherë edhe kërkesat I kemi pak më të mëdha se sa pritjet që janë reale për neve. Është një faktor tjetër interesant që kombëtarja jonë duhet me të kalu dy momente besoj kyçe. Njëra prej tyre është të ketë kontinuitet brenda 2-3 lojëve në vazhdimsi, të ketë paraqitje të mirë, që vështirë po e ka të arrijë. Edhe tjetra është që të arrit performojë. Se arrit vetbesimin apo? Arrit vetbesimin edhe të arrijë me u paraqit mirë edhe me kombëtarët e vogla, duke arrit fitore, por edhe me kombëtarët e mëdha duke dërgu deri në fund qëllimin për me arrit suksesin.
Unë mendoj se është çështje edhe e mentalitetit përveç aspekteve tjera, por besoj se me trajnerin aktual Foda, me Gjermanin Foda, shumë bashkëllëqe janë mbyll edhe jemi në rrugën e duhur për të synu vërtet diçka ma tepër. Kjo tregon se edhe respekti domethënë në nivelin ndërkombëtar është rrit shumë për kombëtarën e Kosovës, për vetë futbollistët. Kemi futbollistët tanë që janë më të akseptueshëm tash, jo vetëm ligat të mëdha, 5 ligat evropiane, por edhe në skuadrat të mëdha që konsiderojnë me angazhu dhe këto gjitha tregojnë rritjen e vlerës së ekipit. Pra po vim të ajo që paraqitja e mirë në klub, suksesi me klubin, zhvillimi brenda klubit është frut cilin pastaj e merr edhe vetë kombëtarja, por aty duhet një dorë e mirë e trajnerit edhe shumë faktorëve të tjerë. Ti të tani marrë gjatë, edhe tash merr sigurisht, minimum i ki 20 vjet minimum i ki që merresh edhe me futbollin kosovar. Domethënë, s'po flas se falim shumë për ndërkombëtar, por edhe për kosovar. Unë një t'ju marr me futbollin kosovar. Çfarë po mungon, si më thonë, 20 e sa vjet pas luftës, çka po i mungon futbollit kosovar që të jetë më konkurrues në nivel ndërkombëtar? Tash po flasim për nivelin tonë të organizimit. Po, në lidhje me jo për lojtarë që na luajnë jashtë. Po, lidhje me prodhimin, unë mendoj se në vitet e fundit, nëse shikojmë bazën, janë duke u ndërtu disa shkollat futbollit, klubet ma seriozisht po punojnë me fëmijë, ka gara ma shumë të fëmijëve që është shumë e rëndësi, ka pjesëmarrje të këtyre garave në gara ndërkombëtare që është tepër me rëndësi për të pa nivelin ku jemi, dhe dal nga dal po afrohemi rreth atij qarkut përgjithshëm që me kriju një bazë të duhur për zhvillimin e lojtarëve. Liga e Kosovës është duke marrë lojtar, është e vërtetë edhe prej rajonit edhe prej Mexher, po mos harrojmë, konkurenca jonë në një rreth kaq të ngushtë, domethënë prej diku 1.5 milion banorë, po themi kushtimisht, me një strukturë ekonomike që është alo tranzicionale, është në zhvillim edhe ju i dini këto faktorë shumë më mirë se na, por me një litë sponsorizimit i cili po i jep mundësi klubeve që qoftë me u zhvillu në aspektin organizativ është shumë e rëndësi, qoftë në investimet në resurset humane, pastaj edhe në aspektet teknike, deri në arritjen e nivelit të zhvillimit të lojtarëve, janë faktorë të cilët janë duke u zhvillu tutje. Nuk është diçka që vjen shumë shpejt edhe pse euforia është një prej faktorëve tonë që neve gjithmonë na ka shënu. Unë mendoj se ka lojtarë të mirë, Kosova është duke prodhu lojtarë të mirë, është duke prodhu ekipe të reja kombëtare dhe kjo vjen drejt asaj finales që të gjithë besoj e dojmë që nesër mas nesër të jemi në një kampionat evropian dhe botëror të paraqitur. Unë mendoj se kjo ditë nuk do të jetë e lartë, sepse deri tash nuk kemi pas nivel të zhvillimit lokal që e përmendet ju të futbollit, që me mujt me konkuru dhe me dhon shtytje ekipit kombëtar. Na jemi mbar thuja se 95% vetëm për lojtarëve që kanë luajtur e janë zhvilluar janë kriju jashtë Kosovës. Kjo jep arsye që nëse shohim edhe suksesin e Ballkanit, domethënë paraqitja në Evropë 3 vitet ka qenë nivelin kogja të lartë konkurrues në Evropë, madje ardhja e fondeve të reja, investimit e tyre, menaxhimi i klubeve. Unë mendoj se klubet duhet ta kuptojnë një gjë, që nuk është vetëm ekipi i parë klubi i futbollit. Klubi i futbollit nënkupton gjitha kategoritë. Klubi i futbollit nënkupton investime qoftë prej fëmijëve të moshës dhe më të vogla 7, 9, 10, 11. A janë të fokusuar më shumë në rezultate afatshkurte se sa në një strategji afatgjatë e klubit në Kosovë? Shumica janë fatkeqësisht. Nështë pa arsye ekonomike, dojnë me shku dyqysh me luajt Liga Evropiane, me shit në lojtar, me kompenzu dyqysh investimet. Po, por nëse baza nuk është e rregulluar, ato janë gjitha afatshkurta dhe mbesin vetëm episode të futbollit. Klubet në rajon, po flasim Kroacia, mundet me qenë një shembull i mirë për neve, nashta Slovenia, është se investimi më i madh bëhet në bazë. Domethënë bëhet në bazë në krijimin e kushteve të fushës, aspekti teknik, investimi tek trajnerët, pajisje, mundësi udhëtimi, mundësi garave ndërkombëtare, qysh nivele më të vogla. Po e marrim një shembull vetëm për ilustrim. Lorik Cana, kur është transferu drejt Paris Saint-Germainit, ai është drejt në një Alpiniana Cup quhet në Itali, një kup domethënë e kategorive të reja 15 deri në 17 vjeçar, aty e ka pa dhe aty skautët fillojnë të rekrutojnë lojtarët. Bazë të eksperiencës, mos harrojmë se lojtarët tanë me këto pak paraqitje modeste që i kanë nëpër kupa edhe me kombëtarë jashtë vendit, kanë filluar të hyjnë në regjistrat e ekipeve, skautëve të ndryshëm,
Kam pas rastin me ndigju për lojtar që nështë në Kosovë, hala askush nuk i ndje, po ka pasur kërkesa për ekipeve qoftë edhe prej Serie A. Në thonë, kanë kërku informata për filan lojtarin, kush është taj, dhe sa na se kemi njofta, se kemi pas, se kemi ditë me gjithë kush është për një klubit, ka qenë një shembull konkret me Ballkanin, me kategoritë e reja të Ballkanit, një djalë majme. Cili klub kosovar të bindë më shumë me organizim dhe projekti sportiv viteve të fundit? A ka të tillë? Drita e Gjilanit. Pse të gjithë thojnë për dritën? Drita e Gjilanit, se drita e Gjilanit ka arrit, veç nuk është vetëm drita. Drita e Gjilanit ka arrit me rujt një, të kuptohemi diçka. Gjithçka rreth dritës Gjilanit është ndërtuar mbi parimin e traditës. Drita e Gjilanit është vërtet klub i qytetit. Pa marrë parasysh kush e menaxhon në çfarë forme. Është klub i cili ka pas investime gjenerata, 2-3 gjenerata mbrana klubit edhe është konsideru si pjesë vërtet vlerë e qytetit dhe jo vetëm e sportive. Në këtë aspekt, marrja e menaxhimit prej një strukture të njerëzve që tash veç disa vite menaxhojnë klubin, kanë arritur domethënë të kenë organizim të mirë. Nuk kanë pas kursime në sa i përket investimeve në fonde. Kanë një gjenerat të mirë të rive. Kanë një menaxhim sa i përket ardhjeve dhe largimit lojtarëve. Suksesi nuk ka mungu në arenën ndërkombëtare. Kanë presion mjaft madh të tifozëve për të arritur suksesin e duhur, që është shumë e rëndësishme që pak klube e kanë të na në Kosovë, domethënë, ose thuja se nuk vrehen shumë. Gjithë këto, edhe faktorë tjerë, sigurisht që mbeten për me u identifiku, e bëjnë dritën e Gjilanit klub që vërtet ka tregu stabilitet, që është kogja shumë vështirë me pas për një periudhë, po flas spaku 10 vjeçare pej pranimit ndërkombëtar të Kosovës. Apo e përcjellet kjo dhe kush po e përcjell? Pi shkollë mrapa. Klubit. Po, pe klube dritë. Kush po vjen, kush po duket që po shkon në çast rrugë? Për klubeve të tjera. Po, se klubet ata nuk Unë mendoj se Ballkani Suarekës ka pas një bazë të mirë, por kam përshtypje që kontinuiteti po mungon në vazhdimsi tëne. Prishtina e ka traditën edhe definitivisht duhet më u kthyn që ato shtigje. Klubet e tjera është storje për të përmendur në aspektin e suksesit është normalisht Gjilani, ekipi tjetër i Gjilanit, po është edhe Malisheva, për një qyteze do më thonë që ka arritur të prodhoj qoftë futbol, qoftë organizim, lojtar, vajtje ardhje, transfere, gjithë shka tjetër që po ashtu besoj se është për të kujdes. Pastaj është edhe Dugagjini, që ka arrit prej një klubi, po them, më pak modest, me u paraqit në gara ndërkombëtare, sigur edhe tash. Nëse i kishte veçu 3 futbollistë kosovar që pritet të jenë të lider të kombëtarës në vitet e ardhshme, cilë do të ishin ata dhe pse? S'po ta leonia, më t'jepi ma shumë. Është pak... Kush ta mërmenja që ka me barrën e kombëtarës në vitet e ardhshme? Unë mendoj se... Kur do dhe na shkojnë Muriqi, ndoshta na shkojnë, kush ka me kona? Unë mendoj se në fushën e lojës që i thojnë në Shqipëni atë grintën e liderit që e ka dëshmu deri tash, është ky djali mbrojtje i Hoffenheimit, që ka qenë, që është aktivizu, ka dhënë përshtypje maksimale, ka lujtë edhe i lëndum, ka tregu shpirt lideri, ka qenë vetë mohus, vetë sakrifikus, dhe më thonë gjatë gjithë kohës, edhe mendoj se Albion Ajdarin, ai mendoj se mundet me qenë një ndër liderët e ardhshëm, edhe është një profil i lojtarit, liderit në fush, që po i mungon ekipit Kosovës, me qenë se u përmend kjo, diçka sigur që kemi pas cana një kohë tek kombëtarja e Shqipërisë. Në sulm e kam përmend edhe më herët, Fisnik Aslani është një perl, është një margaritar që ka kombëtarja e Kosovës. Shumë më herët e kam përcjell edhe besoj se ditët e tij veç po vinë gjithmonë me shumë eksperiencë që duke kriju në Bundesliga apo nëse lëvizën në një ekip tjetër. Për fund, drejton, kush është futbollisti shqiptar më i mirë gjitha kohërave dhe çfarë veçanat nga të tjerët? Shumë vështirë kjo. Pyetje. Para mendo, para 10 vitesh s'kishte vështirë. Ndoshta po flasim për të Kosovës, domethënë, mos të harrojmë, Kosova ka një traditë deshtëm apo s'deshtëm që ka pas suksese të lojtarëve prej 60 vite, domethënë të futbollit, nëse fillojmë prej Luan Prekazit, ka qenë superior me Partizanin, paraqitje me Chelsea në Kupat e Evropës e krejt. Pastaj Fadil Vokri është i pakontestueshëm, legjenda jon, domethënë ai i cili hapi dyert edhe pranimit të Kosovës.
kemi Ardian Kozniku ka qenë, Besnik Hasi, Kujtim Shalja, janë gjithë këta gjenerata të mërshme, mirë po shpërthimin që e kanë bo ata në futbolin ndërkombëtar ka qenë 100 herë më i vështirë se sa në ditë sodi. Edhe përgjithësia kanë bo nga këtu. Edhe kanë bo prej këtu. Tash shqyqër kemi shumë lojtarë të mirë edhe varet qyshe e masim. Nëse masim në aspektin e titujve, Amir Rahmani është i pakontestueshëm. Do të thonë ditë tituj të Serie A është vlerë shumë e madhe. Edhe me kontribut 100% më rana ekipit, jo vetëm si kalimtar apo për të shfaqur. Mos harrojmë Besnik Hasi ka qenë me Anderlechtin 5-6 herë kampion i Belgjikës, pjesëmarrës i rregullt në Ligën e Kampionëve, kontribues i madh në kombëtarën e Shqipërisë dhe të Kosovës, tash trener i suksesshëm. Ka edhe shumë lojtarë tjerë. Kapen një. Moshën një me thonë në fund kjo unë mendoj. Pa të bërë shumë presion, po thuj ato që ta do në zemrë, ta themi. Unë mendoj se është shumë e vështirë, po gjithmonë jam ndërmjet Fadil Vokrit sigurisht, i cili me gjithat nuk ka arrit me dhonë gjithë potencialin që e ka pas, për arsye jo sportive, është sportit, sidomos për arsye të një ligji që ka qenë shumë dëmtues për ish futbollistët në ish Jugosllavi, kur e ka lyp Juventusi dhe nuk ka arrit me boat haprimin e madh që unë besoj se edhe atje kishte me lënë gjurmë tepër të maja, por ndërmjet tij edhe me suksese është Amir Rahmani definitivisht. Drejton, faleminderit shumë. Faleminderit kënaqësi. Faleminderit pastaj. Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.